Në vetëm pak kilometra nga Prishtina shtrihet fshati Leban, një vend i qetë me histori të thellë dhe ndryshime të mëdha ndër vite. Para luftës së Kosovës, Lebani ishte një fshat me përbërje të përzierë etnike. Përveç banorëve shqiptar, këtu jetonte edhe një numër i konsiderueshëm i familjeve serbe, të cilat përbënin një pjesë të rëndësishme të komunitetit lokal. Jeta zhvilloi kryesisht rreth bujqësisë dhe bashkëtesës tradicionale fshatare. Megjithatë, pas përfundimit të luftës, struktura demografike e fshatit ndryshoi rrënjësisht. Shumica e banorëve serb u larguan dhe sot në Leban kanë mbetur vetëm 4 familje serbe, ose edhe më pak. Ky ndryshim ka lënë gjurmë të dukshme në jetën sociale dhe kulturore të fshatit. Sot banorët e Lebanit vazhdojnë të mbështeten kryesisht në bujqësi si burim jetese. Toka pjellore e zonës u mundëson kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore, si gruri, mistri dhe perimet sezonale. Përveç kësaj, disa familje merren edhe me blegtori, duke rritur bagëti për nevoja familjare dhe treg. Edhe pse i vogël dhe i qetë, Lebani mbetet një shembull i një fshati që ka përjetuar transformime të mëdha historike, por që vazhdon të jetojë dhe të zhvillohet fal punës dhe përkushtimit të banorëve të tij. Lebani sot është më shumë se një vend banim, është një dëshmi e qëndrueshmërisë dhe përshtatjes me kohën. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi me një javë tjetër të emisionit Në Votër. Do ta them atë që e them gjithmonë, e ritheksoj që një kënaqësi shumë e madhe që kam fatin, mundësinë dhe privilegjin me udhëtu në fshatrat e vendit ton, të Votrës ton. Vende, vendbanime, e fshatra, e katunde me histori, mbi të cilat ne mbahemi për to, mbahemi për nga dhimbja, mbahemi për nga gjithë shka që me sfidat e kohës ka bërë që sot jemi deri këtu, në vitin 2026, në pranverën e vitit 2026, e duke lënë pas shumë sfidat të kohës që neve na kanë përcjellë si popull shqiptar. Po vi pas një emisioni të fshatit Galice që jam shumë i lumtur që u pa vetë suksesi i fjalëve të Oltionit, e që dolën njerëz të cilët fjalët e tij, një 13 vjeçarit që peshojnë shumë për atë dhe dashurin, për luftën që edhe si i ri u atë denatyre dhe është falenderus tër jetën e i cili madje është në gjendje që edhe sot, po që se është nevoja ta ka pushkën e të luftoj. E për Oltionin është takuar me këngëtarin Labinotin që jam shumë i lumtur që jam ndërmjetësues i këtij takimi dhe i shpërblimit të tij, në fakt që emisionin Votër e ka pikërisht këtë qëllim që qetë në pak ta njerëz të cilët zëri nuk u dëgjohet kur, po kur i jepin rrëfimet, pikërisht është ajo që në emisionin tim arrihet edhe epilogi që unë kam dashur gjithmonë që tani, që dëgjohet zëri gjithë popullit shqiptar. Gjithsesi, sot me Dinin kemi u thuar ju shumë larg Prishtinës, në territorin e Prishtinës, por në fshatin Leban, një fshat i cili realisht ndoshta nuk i ngjason më një fshati sepse brenda këtij vendbanimi është zhvilluar bukur shumë, madje ka pasur probleme të shumta ndër vite. Tashmë kemi 10 biznese të cilët qarkullojnë këtu sepse jemi pothuajse e patë edhe rrugën përderisa hym deri këtu që është në skaj me autostradën Prishtinë Podojevë që të dërgon atje. Por sot në fshatin Leban, gjithçka që di është që para luftës kanë qenë edhe një shumicë e banorëve serb, tashmë i ka vetëm 4 familjes prej tyre, por që gjithsesi banorët e Lebanës nuk kanë problem që të bashkëjetojnë me ta sepse i shikojnë punët e veta, por gjithsesi tashmë është një shumicë shqiptare. Deri në momentin që flasim, sigurisht
që ka mërkimtar të shumë të onorej që tashme në pranverë kanë ardhur e kam i taku sot gjatë kësaj dite në fshatin Lebon, por gjithsesi dua të mësoj edhe më shumë se sa banor kanë mbetur, sepse kam dëgjuar që në Lebon ka njerëz të cilët edhe kanë ardhur këtu, kanë mbledh toka dhe sigurisht që e kanë dhënë një ngjyrë tjetër, një ngjyrë që gjithmonë flitet shqip. Kështu që me një kënaqësi shumë të madhe së bashku me kameramanin Dinin, sikur çdo javë tjetër, po ju prezantojmë fshatin Lebon, më falni, një fshat bukur i zhvilluar. Gjata shumë jo, por që sot e kemi një diell super të fuqishëm, po ju ofrojmë pamje nga ky fshat edhe po besoj edhe shumë urrej që kam me taku njerëz të cilët më tregojnë edhe më shumë për fshatin e tyre. Po ju lëmë pak pamje, e takohemi vetëm pas pak. Faleminderit shikues që nga java në javë jeni së bashku me mua, po e komentoni këtë emision e mu si val, po më jepni motivim që me vazhdu edhe me tutjet që në tërë territorin e Kosovës t'ju sjell rrëfime shumë të bukura nga njerëz që siç e thash më herët nuk u është dëgjuar kur zëri. Qëndroni me mua. Pjesa ma e mirë, brenda emisionit që e realizoj në përfshatra, e kam thonë edhe e theksoj shumë herë, është infuzioni i Kosovës që para edhe pas luftës i kanë shërby këtij vendin. Donë se me dhimbje edhe me mall për atë dheun e tyre, unë e kam fjallën për mërgjimtarët edhe e kam fatin që në Lebon, tashmë unë e kam bo mik zotërin që e kam ofër meje, po kur bëhet fjallë me fol për atë dheun që e kanë lëmë rapa për një jetë më të mirë, po për me orë, për me investu, me lulëzu vendin e tyre, është shembulli më i mirë që mundu me paraqit për mes emisionit. Në Lebon, pranë meje, në trojet e ti, e kam zotërin Hamdet Dobratici. Mirë se ju kena gjetë do troje. Mirë se ju gjetëm, faleminderit. Faleminderit shumë kënaqësi. A ecëm? Ti mund me ecë se jema vital se unë. Po, në eci, s'është problem, hisë. Po thëmë batë që Hamden ashta nuk vjen keq. Absolut. Këtu i bëllë zotëri, po të thëmë batë. Absolut. Batë që Hamden janë bo 30 e disa vite që jenë në Austri. Edhe ju rasisht e nisa me juve mërgjimtarve, unë e di që keni dhimë për vendin e ju, unë e di që keni shku për një jetë më të mirë që me zhvillu jetën pak më mirë. Para se me dalë të mërgjimi, kur vjen Lebon, qysh njerë si njeri? A më nësh me e përshku? Lebon, ku t'ka linë baba, ku t'a kalon tokën? Është shumë interesant, çdo herë mlefi vendlindjes, çdo herë rruga ku i kam kalu fëmërinë time këtu, është shumë një mlef i madh, një emocion i madh, kur vi nga mërgimi dhe kthehem rrugës time ku i kam kalu 20 vite ma herët këto si fëmijë, ku kam lind, ku kam jetu, ku jam shkollu, ku kanë qenë një gjendje jashtëzakonisht e vështirë gjatë E pushtume si vend, s'di si t'ju përgjigjim në çfarë mlefi kemi dhe çfarë malli kemi për vendlindjen tonë. Më të vetë, baci jam dhe para 30 e disa viteve, pse vendose me marrë rrugën për Austri tashmë që je atje? Unë e di përgjigjen realisht, po du me dëgju në fakt nga ti. E thash në fillim për i theksoj që e mort rrugën për ndoshta për një jetë më të mirë, tu bazun në situatat që kanë qenë në Kosovë. Që gjete vetën atje? Është shumë interesant, unë kam qenë në fakultet filologjik, i kam fakultetin filologjik të Krym, dhe qysh atë kohë masat e dhunshme nga Serbia të cilët na deportonin, na dëmtonin, na shkatronin, na hiqnin nga objekte tona që i kemi, objekte që i kemi pas, objekte tona ku zhvillimi historisë dhe letërsisë shqipe nga shqiptarët që ishin të mërshëm, si na debojshin të mërshëm nga shumë objekte shkollore, universitete. Unë e përfundova fakultetin filologjik, isha i martuar atëherë dhe mora rrugën në mërgim, ku kam shkuar si një kohë të shkur, derisa
një situatë për piset, përmirësohet ose diçka, kaluan më tepër se 36 vite në Gërbet. Kjo ishte ajo shtymja jonë që neve na ka detyru atëherë regjimi i serbëve, ku sot e asoj dite ekziston në ish studentat në demonstratat studentore të viteve 80-ta, ku ishëm të maltretuar nga qeveria serbe atëhershme e kasapit Ballkanit Miloševićit, i cili na i morë objektet dhe kështu ka qenë detyrimi ynë që të kalojmë në mërgim mërgat. 36 vite. Me sa di, 3 profesione ki përveç fakultetit filologjik, 3 profesione ose 3 profesione. Çfarë po bën në Austri? Tash gati jetë 60-at me mosh? Po, unë punoj në një hotel shumë të njoftën në Austri. Ato e kam kry shkollën hotelerin në pikat më të larta të Bashkisë Evropiane, kam kry shkollimin dhe menaxhoj punën time ato. Jam teknik agroekonomist i diplomuar në Kosovë, inxhinier edhe profesor i gjuhës së letërsisë shqipe. 3 profesionet më kanë njoft në Austri, si mirë po vetëm një profesion e ushtroj, profesionin e shërbysit, ku kam jashtëzakonisht artista botror, sportista, lloj të ndryshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tek tertin Tashmë restorantin tënd të ke atje? Jo, unë e menaxhoj. Ti e menaxhoj? Unë e menaxhoj. A e bën me knatësi, po besoj se mes 3 profesioneve e ke zgjell. Kam dëgjuar që je shumë i mirë me klientat, edhe në këtë moshë, je shumë pozitiv. Shumë, unë kam mburre me atë që e bëj, edhe shërbimin tim kam jashtëzakonisht krenari që bëj atë punë, sepse çdo profesion nëse e bën me dëshirë nuk ka probleme kurrë. Absolutisht. Kam dëgjuar, nuk e di se na shqiptarët pak e kem kur ti shoqër ke fëmijë, tash jenë rritë edhe i ke të shkollum, para se më të pyet çfarë bëjnë sot ata. A më duket ta ke thonë nëse e kam vajzë, fëmijën e parë ka me i bë 30 kilometra kam. E vërtet është. Fëmija e parë që ka lind, sepse vajzat janë si kur djemt janë edhe vajzat, si kur vajzat janë edhe djemt. Unë mburë me ata, i kam 3 vajza, po e vërtet është që kam thonë, nëse fëmiju parë lind vajzë, do të shkoj 30 kilometra edhe kam bë atë punë. Sepse mburëm, se edhe Shot Galica ka qenë femën. Au. Edhe Gjevlla Drov që ka qenë femën. Edhe femrat tona, edhe vajzat tona përdorin armë. Edhe vajzat përdorin pushkë. Edhe vajzat mbrojnë vatanin. Edhe vajzat lindin. Edhe vajzat e mbajnë nanën edhe babën. Edhe vajzat e mbajnë gjithë familjen. Kur rritën i edukuan, ja mësove gjuhën shqipe, çush falin në Austri? Në Austri, familja jam, them të vërtetën, mburë me krenarin gruas ime, vetës që fëmit tanë, 3 vajzat tona, e flasin gjuhën shqipe dhe gjuhën gramatike, edhe pse kanë lind edhe jetojnë në Austri. Të 3-at e flasin gjuhën shqipe si kur të ishin në vendlindje këto. Ti je shkaktari kësaj? Sigurisht që ne kemi përdor gjuhën shqipe, ne kemi përdor gjuhën shqipe, edhe pse jetojmë në perëndim, për mos me ardhur deri te asimilimi i gjuhës shqipe, sepse gjuha shqipe është një gjuhë më të mira që ekziston autoktone në Evropë. Edhe për atë arsye ne kemi marrë dukurinë tonë, që vajzat fëmijët tonë të flasin gjuhën shqipe, dhe jam krenar dhe mburrëm unë edhe gruaja ime që i kemi bë sot që flasin fëmijët tonë gjuhën shqipe. Gjuha shqipe është gjuhë amtare, gjuhë me ëmbël që ekziston, është gjuha shqipe. Nga bukuran botë, nuk i qka. Po, a ka në Austri diskriminime në punësimin e grave? Zakonisht deri vend kemi pas edhe këto, po du më të pyet, vajzat a u rahatun punë, a punojnë diçka atje? Në Bashkia Evropiane, përgjithësi, nuk ka diskriminim Tu nga ti ta si, a i mirë. Nuk ka diskriminim të femrave. Femra e ka autoritetin e vetë, është e përbashkët, i ka të gjithat të drejtat, si kur gjinis mashkullore ashtu edhe gjinis femnore.
femrat nuk i kanë problem që të punësohen në përëndim kudo që t'jenë në Austria, apo në Gjermania, apo në Zvicër, pa kur farë problemi punësohen mënyrë nëse krynë shkollimin sot për sot. Është një mangësi e madhe edhe në Bashkësi Evropiane punëtorëve, kështu që nuk kanë kur farë vështërsie femrat që të punësohen. Shumë mirë. Vajzat e tua kanë gjetë veten? Po, vajza e madhe punon të kryetari komunës atje, që 22 viti, vajza e dytë është në Universitetin e Klinikit Gracit, ku ajo i mbikëqyr 8.000 punëtor, mjek, motra medicinale, kurse vajza e vogël është juriste, diplomim juriste, ku edhe ka zyrën e vetë në Austri. Kështu që mburrem me 3 vajzat e mia, e flasin gjuhën shqipe, e flasin gjuhën gjermane, gjuhën angleze, pa kur farë problemi. Kjo është Krenari, klasik. Krenari edhe është fantastike. Me u kthy pak në Lebon, so shpesh vjen di që vjen veç me bashkëshortën. Tani bashkohen edhe fëmijët. Unë punoj gjatë sezonës dimrit, jashtëzakonisht shumë, se sezona e dimrit është vend turistik. Është ngarkume, po. Është e ngarkume. Gjithashtu sezona e verës është shumë e ngarkume, kështu që ne vim 2 herë vit në Kosovë, vim kështu, sidomos në prill, fillimi i majit, edhe mesi tetorit deri në mes nëntorit, kështu që vim një kohë ku është një edhe një kohë ma e mirë edhe tash që është ma nuk ka shumë qarkullime, kështu që vim 2 herë në vit. Tregon pak edhe për bashkëshortën, zonjën Valdetën, fakt që nuk e di so pranon me fol, po du me të pyet për vetë faktin që ndrum shikues kemi ardhur pothuajse 2 orë përpara dhe nuk ka mundësi në secilën shtëpi kudo që shkojmë bëjmë misione mos me u mikprit. Po ishte jashtëzakonshme me mikpritja e zonjës së Bacet Hamdi, po raportet me to e di që studimet e keni bo bashkë edhe së Djakujeni, 30 disa vite. Po, kemi qenë në fakultetin filologjik bashkë, ato kemi studiu bashkë, edhe ato jemi njoftue, jemi martue, kemi udhëtu bashkë, une jam i pandashëm që 39 vite me bashkëshortën time, une nuk muj asë një rrugë të marrë pa bashkëshortën time. Ajo është legjend, për mu është legjend. Gruaja ime është legjend. Është një mikprice, është një bujare, ku sot mi ka dhuru 3 fëmijë, edhe na i mbikëqyrën fëmijët tonë, është krenari jashtëzakonisht e madhe me pas me grue ose me bashkëshortën një jetë lumtur edhe që ka poqëm në asaj. Kemi arrit jashtëzakonisht, kemi punu bashk, punojmë bashk. Unë kam edhe 2 vite, dajmë pension, gruaja edhe 4, kështu që do bëjmë një qarkullim kështu s'pandal shumë Austri, Levon ose Prishtinë, këtë është të si. Do më thonë, je njeri, o qëre, këtë shqiptaria e ka njerëzit e mirë. Une gjithmonë kur dëgjoj Baci Hamdina për fshatra ndryshme, kur e thoj njemi vllazër, kush do që të flet shqip, më rritet zemra edhe pse jam i ri këtij vendi, po besoj edhe ti e nin veten qashtu. Po me u kthy, ndoshta ke në Kosovë, ke ndërtu shtëpinë, tash ke investu, ju kalon baba shumë tokë. Ndoshta kur dalësh në pension, del edhe zonja Valdeta, a ke mendu na herë me orë këto aju? Sigurisht që po, sepse është vendlindje jone, ku ne kemi kalu fëmërinë tonë, ku ne kemi investue këto vendlindjen tonë. Ky është toka apo dheu që na tërhjek neve nga Austria, apo nga Merkata dhe na bjen këtu. Sipas gjitha gjasave, ne do kthehemi, do vendosmi, do jetojmë këtu, edhe pse vajzat e kanë shtëpinë atje, vazhdojnë jetën e tyre. E kanë jetën e tyre, sigurisht. E kanë jetën e tyre. Ne do kthehemi prap në vendlindjen tonë, sepse me dheu jon, po të them shkurt, shqip, si thuhet një fjalë popullore, na tërhjek si një polar magnetik, që nga Merkata e deri në vendlindje. Jam shumë i lumtur, pika e parë që po të njeh tashmë dhe një njeri që gjuhën shqipe e flet shumë bukur, realisht. Baci Hamdi dhe mu po më detyron me e fol sikur ti është shumë bukur. Këta banor të Lebanës, ç'është presin sa argjend të emërgimit, a kanë qenë gjithmonë të mirë? Mirë, gjithmonë mirë, me përshëndetje të mira, me përshëndetje të mira, me
kaloni bukur, Mirë, nuk kemi kur farë me njëri probleme. tjetrin shkoni edhe ç'kjo është më e rëndësishme. Kalojmë bukur, nuk kemi kur farë probleme, jetojmë, nuk është fshati i madh, megjithëse kanë ardhur shumë dukuri edhe nga fshatet tjera ku jetojnë banorë këtu. Ne nuk jemi familje shumë të mëdha, jemi familje që kanë qenë një familje një personit, edhe kështu që mirë. Apo të mes bërsh në ajsen, Hiç kurgju, për një me. kurgju hiç. Diçka me thonë, që Hiç. mos me thonë vete. Hiç kurgju. Kurgju hiç. Falenderoj për i shpirti edhe për mikpritjen edhe për fjalë dashamirëse që i ki për mu, po edhe one për ty pejtash që të kumboj rane, falenderoj shumë që pranove me full për emisionin të ambacianit. Pa kur farë problemi, unë jam i gatshëm, jam i hapur për çdo bisedë, për çdo çështje, për çdo gjitha. Tash na pret në Austri, na kallzon për Austrinë atje kur që i doni, ke bo gjysit. kur doni. Bashkë me të bacin Hamdi, se baci Hamdi për ndrysh që ka me uthu deri në Shkupe, nuk po du me Po, s'ka problem, hiç. Faleminderit shumë, e ne po vazhdojmë javë sjellin pak po me nga ky fshat i vogël i Lebonës, e takohemi vetëm pas pak. Baci Hamdi, faleminderit prej zemrës. S'ka Shumë përse. faleminderit. Sigur se cili fshat në Kosovën tonë ndoshur, pa tjetër që e ka një histori. I them gjithmonë, është periudha e luftës që njerëzit vështirë e harrojnë, paktën ata që e kanë përjetu, e kanë edhe shumë më vështirë. Por me zhvillimin e tutjes, sigurisht që i pati sfidat e veta, fenomenet e braktisjes, mërgjimtare të tjerë, por që unë jam një njeri që problem është që e lëshën tokën e Kosovës, sidomos nuk e lënë të paktën me shku hoq. Një herët, është edhe si lloj administratorin, po i them, dikush i thot kryetari i fshatit, po Baciganit Dobratiqin, falenderoj shumë që na ke prit, i mësu para media, nuk e kimo problem. Qëshje, pika e port? Edhe për ju që këni qëtë kohë me nga vizitu, mirë faleminderit. Me u lodh ka pak? Pa qëre, ku unë e kam një shprehi, shpesherë më thënë, njerëzit a e lodhë, thëmë kur lodhë në unë la pusha.
Ose biflej. Ose Po, biflej. po. Bacigani e përmena pak me qenë se i ke qëndru gjithë, nashta ke dalë, ke utuka pak jashtë, po kryesisht je i fokusum këtu, kjo është tuka ju të aktualisht. Qëfar më të vetë qa po bënë tukën tonë është pak keq, po qka i të bënë le bon? Jo, mirë është ishtu me vetë se ta tritë e harru me tuka me kretë, shku me mërgime, shku me na, gjenota jam pak ma nëshë. Po une, jam nga një dëbatici, i lindun, i rritun në Lebon, fshatin Lebon, do të vazhdoj të jetoj në Lebon, jam fermer me përvoj 41 vjeqare. 41 vjetë. E kam tash kimi pi prindit, këtë pasunik i tukë, prindi, na jem gjallë lazni, unë jem vloj 5, 4 lazni i kam në mërgim. Të katërit? 4 në mërgim, 2 jena këtu. Ama ata që shërët kanë fillu më shku në mërgim, jenë shku vitet 90-ta, une kam qëndru të në kuhën me prindin këtu. Jemi morë me buci. Do këtë mas qefit pas ka pos prindi ty. Tash, ta thëmë drejten, Ka mojt nga drejti. nga njerë, e thesha për qapën a se të këtë dhëtë me po qëto me shtu, qëto e thesha qapën a vyve. Pa e dhe ke se ti, me në ty e kam shpresën pak mas e këtu. Qëtu nga kanë zonë lufta, si që dim na, lufta e fundin të Kosovu, fatmërsisht të familjet tona nuk ka pos viktima në familjet temë, kurse në fshat i kemi 2 viktima, një kodër të arsimit, është i ekzekutum në kodër Thrima, edhe konë Indjeri Agja Shaban, i cili ka qenë refugjat në fshatin Kolliq, dikon rreth 75 vjetë, ajo është i masakrum, unë ju shprejnë ngushtime aty në 2 familjeve, sepse 2 burra kanë qenë, po Avdi Musliu ka qenë tash kodër e arsimit, një kodër në atë kohë jashtë zakonisht profesionist, kurse Agja Shaban ka qenë një plak i udave, edhe njëherë prezidenës Juven, e të medjave, unë aty në 2 familje u shprejnë ngushtime, edhe unë sekretari këshillit lokal për 2 fshata, Lebon dhe Trut, ka morë mandatin që 2 vite, do të punojnë në drejtim që aty në 2 viktima të luftës të pakten që ja u bojmë një përmendore në mes të fshatit Lebon. Në meritoj. Sepse gjeneratat e reja duhet me ditë kush ka qenë okupatori sërb. Tash fshatit unë 2 viktima, po në fshatat tjera ne e dim që e sidomos fshatat e Renisës e Reqaku, e prezidenës që unë u shprej gjithë viktimave, familjeve të viktima ngushtlimi. Lavdi, me qenë se marsi edhe prilli janë realisht kohë që kujtohen. Viktimat qoftë në Krush, qoftë në Qirez dhe Izbit, se ku do në Kosovë. Gjithë ku në Kosovë, po sidomos Trenisa u përshim ma heret, ne e dim gjithë, po gjithashtu edhe masakra e Reqakut, shumë masakra, e edhe një përshëndetje du me adërgu Esat Shavës. Me gjithë se nuk e një personalisht, po e përcjellin e për vetën e për to, a gjallë është të dhonë kontribut madhë. Mbi ju tregu gjenerata të reja që se nga ka bo okupatori sërbë. Në Lebon, përveç 2 që nuk qenë kanë mo dhe Lavdi edhe njëherë, po Lebonën a preku lufta ose ty personalisht Bacigani nuk e di sa dënë me nda këtë pjesë, po ty personalisht, apo të sfida hike? Po të regoj që na si familje me 15 mars i kemi lëshu shtëpit. O konë një aksion i ushtrisë rimtore në fshatin Besi, edhe pas ati aksioni, okupatori sërb ka morë ofenziv e ka shkatru total fshatin Besi, edhe na jemi shpërndonë një pjesë familjes kemi qëndru në malë, një pjesë unë me disa tjerë kemi qëndru në fshatin Siqev. Po. Se atë e kom po smutën, për një ku, një 2 javë, edhe zakonisht ma shumë malë kanë anet. Kur imi këthy shpijat e kom djegne, po sa për këtë shpija, ma si s'ko pas viktima, absolut, se kom po tragjika atë punë, sepse nuk krahasuhet domi material me viktime. Absolutisht.
Disa banor ka nejtu, sepse ky fshat para lufte ka qenë 63 shtëpi. 33 ka qenë komunitetit sërb, 30 kanë qenë shqiptar. Apo? I gjithë fshatri para lufte o merr me blegtori. Bujqësi, kryesisht blegtori, bujqësi, bletari kanë qenë 2-3 bletor, kurse pas lufte, fatmirësisht, nuk është fshat që u shpopullu, po u popullu. Arsyeja e ardhes tjera fshatrat për fshatrave të Gollakut, Komunës Prishtinës, për fshatrave të Llapit, po dhe për Prishtinë është sepse kem afër qytetit Prishtinën, është buzë magjistrales Prishtinë Po. padje. Qasja ma e lehtë. Qasja është me lehtë, domthonë hyrën në Prishtinë e kem për 10 minuta. Operojnë 10 biznise edhe është një shkollë e ciklit tult deri në klasën e 5. Sa nxënësi ka? Ka shumë pak nxënësa, mirë po tash me rritjen e fshatrit, unë duhet t'i bëj kërkesë, i kom bo fakt kërkesë e drejtorisë komunale për arsim në Komunë Prishtinës, me në shkimet banorëve, ose me në ndërtu një shkollë të re, ose me në bo zgjedhje, sepse është shumë pak numri nxënësa për arsye të kushteve në shkollë. Domthonë nuk ka investu. Me njerë mas lufte në mandatën e parë, kër ka qenë po më doket Ismet Beqiri, Po. e ka bo me iniciativë drejtorisë të arsimit, sekretar komune, e ka hapë shkollën, mirë po përmesim edhe nuk ka... Infrastruktura e shkollës nuk është nivelin e duhur. Nuk është nivelin e duhur. Kështu që prindit kanë Bo kërkesë, kanë bo sigurisht. kërkesë mi transferu në zonë që disa në Besi, disa në Bardhash. Tash operojnë dhe biznise, gjithashtu e kemë autostradën afër. 10 biznese mbrana fshatit Leban? 10 biznese, po thonë 10, po mundin me konë ma shumë numër, se në zakonisht çdo 3-4 muaj i marr shënimet, sa ka rritjet banorëve, sa ka shtëpia ndërtume. Çdo vit minimum 2 apo 3 shtëpi ndërtuar. Kurse pas lufte, që është dukuria me keqe që këtë fshat blegtoria ro total. Do më thonë, Për një fshatit që o morë shumë, me ra dej... tash unë, në këtë fshat, sepse Lebona do në 3 pozicione, ose 3 lagje, se tonë, është lagja e parë, lagja e Dobraticëve, Okej. që u konë edhe më herët. Mas lagjes Dobraticëve është lagja për bezve me bërbatës të dhe sajt, edhe ata janë për bezë janë por sajt të vit, bërbatës janë pak, ma vuën të ordën, pastaj janë kryesisht fshatrave të komunës të Biliqit, ka të ordën, të komunës të Llapit, të fshatrit Popull, ka pej komunës Llapit gjithashtu një fshatit për Godishnjak, veç lagja e dytë për thomëne, kurse lagja e tretë është e ferma e pulave, është lagje e onën e djatë ka të vish për Prishtinë, dhe më onë aty janë kryesisht të ordën, e shkëmica janë Lapja. Dhe më onë pej teritorit komunës Podjeves, Llapit, që unë i ku mirë prisë, sepse Absolutisht dohet. kam pas kushte ma të vështira, kurse sot i kanë kushtet për jetesë. Sa i përket infrastrukturës fshat, Knaqi. 2010-ën jem bo rruga kryesore, rruga Nëpërmes fshatit kështu. nëpërmes fshatit, edhe kjo rruga këtu, deri atje, edhe u bo rruga ka përbesës dhe përbatës. 2 mandatet e qeverisës shpendit, më mdoket, u bo shumë pak investim. Pak e fare në Lebon. Okej. Në mandatin e kalum të kryetarit Roma, janë infrastrukturë rrugore arrit të shtruar në asfalt dikon ofër 4 kilometra. Okej. Ka pas pak zhërim ndryqimit publik, ka fillu feqa dhe kënde i lojrave në fshatin Qitlazhen këtu, e unë besoj që edhe në fshatin Trud do sepse unë gjithërë thëmë, banorë si Truda, si Lebona janë për mu njëjtë. Nuk mujën e daloj banorin ajo është i Trudës e unë i Lebonës. Jo, unë jam përfaqësues i 2 fshata. Problemin tash e kemi pas me transport publik.
në tetor të vitit kalum. Sepse komuna e ka bo një zgjedhje me transport publik, edhe na transportin publik e kana pas deri në Bardhash, Po. kurse transportin ndërurban që qarkullon Prishtinë Podjev, ato e menaxhon Ministria e Infrastrukturës. Mas lejimit trafikut urban të komunës Prishtinës që qarkulloj autobusi deri në fshatin Tenezhdall, edhe në Barileve ka pas edhe para lufte, kanë lind problemet e trafikut ndërurban, komunë Prishtinë kanë pas të lashë operatorët ekonomik që i ka kontraktu komuna për mos m'ja unoll udhëtarëve se po na i merr një udhëtar. Gjë që për mu është një gabim, e kom thonë edhe thëm, është një gabim jashtëzakonisht i madh i aty në operatorëve, sepse gjithkush sot po punon për me pas një jetë më të mirë, me pas një jetore. Patjetër. Edhe atër mu ka duhet me bo një zgjidhje me komunë, ku bo kërkesë, që i falenderoj komunën se i më përgjegjë, për një transport publik për fshatin Trudë dhe Lebon. E kemi bo kërkesën në shkrimat e banorëve, usin, kryetarëshi lokal, e kemi qu edhe ne kanë miratu një linjë që vjen prej Bardhoshit, hinë fshatin Trudë, Po. vjen në fshatin Lebon, fund lagje, kthehet tu, del magjistrali Prishtinë Podjev, shkon rrugën Qazim Dragusha, edhe del rrugën e Berbatosëve, edhe na i sjell udhëtar deri në Bardhash. Apo është i mjaftueshëm si linjë? Po që për 60% na ka lehtësu. Shumë mirë. Edhe Kjo unë është. thash, është 10 herë në ditët, orarin banorët, vetë me banorë, ju kom thonë caktoni orarin kur ju Ju konvenoj juve që me konvenoj lëviz, mos. e kanë miratu komuna, e kanë shkru kryetari, mirë po tash ka lind problemi tjetër. Pa lindje problem se lem Se të na. të na shqiptarë na mësuar problemi. Edhe i ndërum, problemi ka lind sepse magjistrala Prishtinë Podjeve, cila është duke punuar, edhe kanë thonë që po kryet për një vjetë, 2, 3, do më shkua 10 vjetës do më kry. Po. është një problem, mu më vje keq, sepse unë nuk jam arkitekt, nuk jam inxhinier i rrugëve, as i ndërtimtarisë. S'mundesh me ditë. Unë jam veç fermer. Për bujqësi, bisedojmë për këtë tjerë. Mirë po mu më vje keq pej ati projektusi kësaj magjistrale Prishtinë Podjev, që ka bo projektin, planin e vizibilitetit, analizat. Do më thomë, fshati Trudë nuk ka mund me kalu në magjistrale. S'ka qasje. S'ka qasje. Fshati Lebon, o shkolla, është, jo në biznises, është shumë probleme është probleme po s'unë kalen heq. Po. Janë të mbit, janë gratë me thmi, me kolise, sepse gjitha familje ndërsa dikush nuk ka dhe vetur, Qashtu. edhe me shku në rreth atë mbesi ju mu këty, ku më bo kërkes, është projekti, është pozicioni të mobileria Gama, është pronë publike, me bo një rreth rrotullim. Edhe pse është rrethi magjistrale, i autostradës, është rrethi të të mbesi, mirë po ata nuk kanë llogarit që fshati Trudë, po edhe një pjesë e banorëve fshatit Lebon, i kanë dikon rreth 300 hektar tokë punueshme bujqësore në qitë magjistralin në Hekurudh. Magjistralin Prishtinë Podjev. Edhe tash, fermer të Trudës, po edhe disa të Lebons, për më shku të qenë tokë, fermeri Trudës nëse i ka 3 traktora, vjen sezone kurishire, dohet me marrë edhe kombojnë mas vitë. Ka marrë pi Trudë, edhe me bo kolon, edhe me shku në besi, edhe mu këthy qështu, edhe me dalë në parcelat veta me punu. Kur ti krym punën, i duhet me shku prap. Me Me osile, bloku me... në Bardhash, edhe për më orë në Trudë. Do më unë, e kom bo kërkesin, kanë qenë, tash edhe këj ministri, se unë adi që më konë, i shkonë, kështë tonë, përshqyrtojmë, pastaj, as kanë lanë tretarë, hymen, fshatin Lebon e kanë lanë kesë. Po. Ku më kërku mbi kalim, në kalim, as njësë qënë. Do më unë, ka probleme, po unë e besaj që këto probleme më tardhmen, nese e qojmë një mirë kuptim. Ministri, banor, komun, rregullohet. Tash unë e kom bo një kërkesë në komun,
I kom drejtu direkt kryetorit komunës, edhe drejtorit shërbimeve publike. Po. Kom thonë, më shtu orari i autobusit, i linjes, edhe më nga dërgu drejt në Prishtinë. Edhe unë i falenderoj se pozitivisht më kam përgjigj. Respekt. Shefi i kabinetit ka unë me diskutu me drejtorin më ka unë drejto me vështu dokumentacioni, edhe unë besoj që shumë shpejt ka më boz kjo zgjidhje. E nëse bëhet, atëherë për banorët fshatit Lebon dhe Trup, transporti kryet. Tanaj kem na me punu se fshati lypë. A dalim pak te puna jote tash. Fusha sportit, dëqimi publik mu zgjeru. Qysh pesha krejt pas kemi bo, kujdes din se që ato janë me rrymë, unë është me... Ja, se kom nol rrymë. A e ke nole e mirë? Ta është hajde qanina. Hajde. A në konvenon? Pengan. Edhe, po folim pak se folëm shumë, po taman për shtë punën tonë. Përsa i përket bujqësisë e blektorisë, ka ro shumë numri i njerëzve që mirën me to. So po mund është me a dalë ti, atë ka ndihmu na i sen ministria, ose po them shteti kështu në përgjithësi, se nështë nuk e ke problem edhe me i gjiru pas pak që shkojmë atje. Përsa i përket numrit të blektorive, ose të krerëve të lëvëve i ke pas gjithë kështu, apo ka qenë ma olte i ke rritë, ose... Po tashun e këto kam tashikimi familjarë për prindit. Në onë para lute ka mojtë edhe dele edhe dhejt, po për shkak fuqisë punëtore. Dele edhe dhejt 2002 kom mjek, këtë numërën e moj zakonisht gjithër analizoj edhe logariti sa mujnë me më rri, sa mujnë me punu. Sigurisht, është shumë e nevojtë. A A i që pas ka një donë vish në kundër djelit, sepse kemi pak problem. Falë. Sepse fuqia punëtore është e mangët në bujqësi. Amo ka të rrallë që dojnë sët edhe e dojnë si punë bazikalisht. Edhe paragjikojnë edhe dojnë edhe tëna, une zakonisht e moj këtë numër, 17, 20, birë po arrim mjaftë siguru, tamam mjaftu shumë për një vetë, ushqimin, silazhimin edhe krejtë. Mekanizmin bujqësor, thuj se e kam To ke balë që mund është... modern, e kom përsëri, i kom blezë, për çdo vetë blejë mekanizmin bujqësor. Unë për momentin, këtë veti kam millën 20 hektarë kru, edhe 6 planifikën millën misër, janë një 3-4 hektarë baroja që i përdori për ushqim të kashë. Qësh është të jetë si pas motit, apo mund është me parashkuj shola pak unë mirë? Unë, po mendoj që për momentin është i mirë, shifre dhe nga pomja, o millë me ko, plenimi o bo me ko, riplenimi me ko, irrigotit të na i naltë është. Ja, me ato nuk mujna me bo. Ai nuk mund të ma boni kësë, ma boni kësë. Pas janë, kur e përmenëm fuqim pëntore, me qenë se qenë ke fermer me tradit familjare. Ta 41 vjetë. I pës të gjithë, me qenë se mere me këtë punë, so vlen me omor me blektori, përvec që është knatësi, tregëmi të mirat masanej. E poshtë që je i kontraktu me edhe me një kompani që e merë qumshtin të ti, nëse nuk ka bohën. So vlen. Po unë e kam kontrolët me qumshtore, një qumshtore për vitit 2012, asë njerë të loshëm edhe s'kom posë për pagesa për të qka. Shqyqani, për me punu këtë punë, do të me posë vullnet. Për me posë vullnet, do të me zhuaret. Edhe nuk është pa fitim, a ka probleme, ka sfida, gjithër, në gjdo punë, jo vishë në bujësi, po edhe kryetar shteti me konë, ka probleme edhe Po jo për shumë sfidat bëllë që pikim. Ata ke po që po bojnë. Kështu që javlen me punu se mësë me javlen në një ditë si moj. Këtë punë që e bëjë punoj veç me tjo. Asë njerë fuqi punëture të tjetër nuk kam. Djali, po, mekanizmin bujqësor tash e kum bledër i dikon. Pajisje bujqësore Po, pajisje bujqësore. S'ka problem. Pajisje bujqësore i kam. Posedoj me 3 traktora. Thuj si me makinë mjelësit moderne të tajrit, me grunë, të misrit, shpërndorësit plejet organik, remorkia, për transport grurit. Po nofti atë prish punë që është të hypë, të Që të pak valoj, nofti. Që të jaje pak, a? Që të jaje pak të skerën për që kemi bo. Po tash, shqeqa, nofta, sa i përket noftës, është kjo krizë nuk është vësë Kosovë. Absolutisht. Kjo është këtë vendet e Bashkimit Evropian, të në edhe në botë, këtë, sepse Trumpi s'ka logarit, që i del ka slet me atë Iranin atje, Po. Ka menu që është me Miloševiqin. E i dul pak, Pak, qëre. një fjallë popullat i dul hardal. Hardak. Hardak. Kështu që
Tash këtu sfida të tashme të mi përballu. Përkroje kena. Përkroje nuk mungon. Është e mjaftueshme, nuk është e mjaftueshme. Absolutisht. Janë disa kritere që mund dhimin disa fermer që nuk mujnë me apliku për gronda për shkak do procedura birokratike tukës, nuk ka tukë të vetën. Ta e ka shumë fermer që e morin tukën, po pronori tukës i merr subvencione. Domthonë ato janë probleme. Po tonë, këna posë përkroje dhe pe nivellit komunal, gjithherë, pe viti 2007. Respekt. Asë njerë pa përkroje znamit, po edhe nga nivelli qendror. Domthonë thash, është e mjaftueshme, nuk është e mjaftueshme. Mirë, po sa do këto. Problem kryesor për mu, ka me met gjithherë. E kam mendje çmimi i grurit. Domthonë, tash është keq me folë se tonë edhe po bajat të folë të thonë gjyra politike. Ish ministri Fatën Peci vitin e kalum rekord teke. Kana siguru bukën Kosovë 60%. Ai ministri le të me mu një ditë, shkojna në kofin me dari këshym sa kamiona, sa shklipera me grun hinë në Kosovë. Ka përshkana ata grun. Edhe a besoni që ata grun. Ata është 10 vjeta, po të 15 vjetë, rezerva shtetërore. Kosova bukën së në siguran kur. Edhe çmimi i grunit Është nalt. është shumë i vogël, shumë i ulët është për fermerët, se sumbullur se kosta e investimit për 1 hektar grur është e modë. Domthonë që tu politika bujqësore, pavarësisht cila qeveri është, duhet me rregullu. Për ndrysh, ka me u zvoglu numri. Për ndrysh, mbushet atje kufini të Jo, hy. për tash, unë e peshe qëtë. Edhe tash s'ka mo fshat, qytet të keq, qyri u porës dhe bukrat, lullume. Po, nuk kam e më fshat, po i themi me... S'ka gjithë të ki të mira. Do më thonë, unë po thëmë që javlen, momentin që punoj me unë bjo nësi moj. Sepse e kom qumshtin tem, e kom djathin tem, e kom mishin tem, jogurtin tem. Unë nuk presone me ble mysht Brazilin, po për çdo vjetë ka një e doj i tire ta mirë si që një shtërën, edhe e di që unë se kom bërë. Pasi ka një punëtorit si te që ka shumë Kosovë, realisht dikush përkrahat, dikush nuk përkrahat, u adhosh zoti jetën edhe 100 vjetë tjera, që këti veni me i shërby edhe në këtë formë. Inshallah nuk po të mes bërë diçka, po du më të falenderu shumë, që fole ma mirë se sa një politikanë, sepse i përfshive të gjitha, realisht edhe për fshatin e banë edhe për juve si banor, edhe për ty si punëtor, edhe kontribusi këti veni, kështu që falenderit shumë. Unë edhe ty të falenderoj edhe je i mirësor në çdo herë të unë. Faleminderit shumë. Unë i uroj fermerët që këtë vit inshallah kalojnë pa sfida, pa telashe, pa një fatkeqësi natyrore, sepse zakonisht të na jemi vend si çuditshëm. Ka njerë ujë, ka njerë breshni, ka njerë zjarri. Unë sinqerisht po të mu një janar kur kanë ato vërshimet, edhe pse s'kum po, i kom po që janë zëtori, dom po me krahasu me dikon, ose vitin e kalum. Që ka bo shumë dome. Shkaktimi i zjarreve, e që shkaktimin e zjarreve 80% e bën fakturin njëri. Inshallah këtë vit nuk duhet të sene, fermerëve i uroj një vit bereqet shumë, edhe po të regoj një uroj që këj popull ngan ma fort, të respektoj ligjet ma fort, se nuk pi respektojna be ligjet, s'po dojna bre, s'do të shtetin me respektu. Ligjin me, edhe këta politikonat... Edhe shtetit do të më na respektu. Po, edhe këta politikonat... To Galdini. Ka dole me mledh pak men, mos me qu ku këm përpijet, sepse aja ka rik, pi qytetorit e ka fitu. E pi qytetorit e hub, e qytetorit me bombën... Nëse dina ja ka rik është e shejt, baci Galdini. Valla, unë po të Nëse nuk e din, s'kem shkru ju. Unë nuk të regoja se me zyrtar, në administratë komunës, në drejtorit bujqësis, po të regoj një valle. Mu më thëjnë, banorët edhe bujqët më thëjnë, je zyrtar. Unë i këmë thonë, nuk jem zyrtar, po jem qytetar bara me juve. Absolutisht, nuk Sepse do aja me thonë ka aja rik, kusho. aja zyre, nashtaj nesta më largon komuna, nashtaj nesta e lo, po edhe që edhe 10 vjeç shkojnë penzion,
Ja, dhe vjen dikush tjetër. Në punë tonë kemi ardha pet, Po, që që të largoj komuna ose që ju, po për ndryshet përgëzoj shumë që kontribon për këtë fshat, për rrugët, për mbetorinat, për gjithë shka tjetër, është kontribut shumë i madh. Valla, banorët e kanë dirën qelu në asë njerë telefoni jam nuk bytën. Jo, po të shatë që son jeni të thirë se sot këmë taku. 24 orë online jam sepse unë e kam një maksie jam jashtë, e mete jam jashtë, telefoni mësë më qilë. Ja unë ja qili 10 nos, 11 nos, 12 nos, sepse aje e koni hapë. Absolutisht. Ka nevoj. Bacigania, kina lijen tonë me t'i gjiru pak kërë të levve. Falemderit shumë Bacigania, për ju leme pak pomje nga fshati, nga Lebana, le të themi kështu dhe këta në kërë të lëbëve të Bacigania nga ky fshat. Falemderit shumë, shimi vetëm pas pak. Sa mirë është në fakt kur takoj njerëz të natyrave të ndryshme e që tregojnë shumë çka, në fakt përmbledhin shumë çka për vendin e tyre, për adhejon e tyre. I tillë është edhe Bacigani, i cili më tregoi për shumë gjëra dhe fati im është që ai qëlloj edhe administratori fshatit të bashkësisë lokale realisht edhe më tregoi për gjitha problemet edhe për sfidat që patet rastit dhe ju me por një gjë që shumë e keqe, që realisht shqetësimi sa i përket fermerëve dhe bujqeve që nuk po është ndoshta shumë e përkrahur nga institucionet përkohësore që kam u largu si problem, sepse realisht kemi shumë fermerë të mirë që edhe blektor realisht që e punojnë tokën e tyre dhe nuk e lënë që të shkojnë dëm. E në Lebon fatkeqësisht takova edhe të tilla ankesa përçore që për herën tjetër kur të vi me u rregullu edhe ky problem. Rast tjetër është edhe mërgjimtari, Zotri Hamdej, i cili një njeri fantastik që ka bërë gjithçka për familjen e vet, por gjithsesi sot ju patet rastin me ndjek disa pamje që realisht është shtëpia e tij që ka kontribu, ka investu në vendin, në adhejon e tij, realisht më mirë të themi në vendin ku ja la edhe baba amanet tokën e tij që mos ta lënë që të shkojnë dëm. Ndoshta nuk takoj edhe shumë njerëz, por ju kërkoj falje të gjithë banorëve të Lebanës, por gjithsesi dua t'i përshëndes me një përshëndetje shumë të veçantë për njerëzit që jeni, për ata njerëz të cilët kanë zënë që kanë ardhur nga vendet të tjera, kryesisht nga Llapi, mirë shumë që i keni mikprit, ja u keni shtri dorën, edhe i keni bërë këmshi shumë të mirë dhe veçantë që ka lënë mirë me njëri tjetrin. Kaq sa i përket ditës së sotme të emisionit në Votër, unë uroj që kur do që vi ose edhe në qoftë se nuk vi ose vjen dikush tjetër dhe paraqet jetën e vendbanimeve të Votrës tonë, po besoj që ja arrisim një qëllim që ta paraqesim Kosovën tonë të lirë, Kosovën tonë që punohet, Kosovën tonë që investohet, edhe në fund të ditës ky është edhe vizioni dhe qëllimi i emisionit tim. Nga unë Vali dhe nga pamjet e Dinit Dinemirit, ne po ju lëm takim në javën e ardhshme, të premtën e ardhshme e që sigurisht do thojmë për fshatra të Republikës tonë të Kosovës në vendet të tjera që ku ka histori, ku ka zhvillim, ku ka fenomene që njerëzit ndoshta vetë kanë pru punën që me ardha të fenomene, por gjithsesi i kanë rregullu për gjatë kalimit të viteve. Faleminderit se për broadcast që mundson me hy edhe në rrugica
të asfaltuara, të pa asfaltuara, por sigurisht që jemi anë mban Kosovës sa i përket emisionit në votër. Qëndroni me mu edhe ju lutem që me ndjek pjesë të shkurtëra të emisionit në votër që transmetohen pothuajse për çdo ditë. Po ju lidhem me pak pamje të bukura sepse ju rastësisht e zgjedha këtë natyrë, ku është i rrethuar me pisha dhe me një ajër fantastik vetëm në dalje të kryeqytetit të Prishtinës, pra po bëhet fjalë për fshatin Leban. Rrofshi gjithmonë me lumturi e me dashni e afër me njëri tjetrit. Miropafshim.